Mitro, zemra ime, ta marrim telefon? Të dy, tani? Hajde ta marrim, po, hajde ta marrim live. Me celular? E marrim Mitroqelën telefon. Edhe i thoi si ka ardhur Landi në emision, i thoi? Ja, tani, Mitroqela. Ja, mere. A më i qupë, isha dhe për hap një. Se mos të thot në një fjallë nga ato? Nga ato, nuk është Mitro nga ato. Nga ato? Ja ta shojmë. Nga ata? Po? Që është kjo gjep e rrallë mu, që shumë ka marrë malë. Ngri pak zërë. Edhe mua më ka marrë shumë malë, Mitro, po shiko pak, jam në intervistë edhe jem me Viva Voce, jam me Roland Qafokun, Mitro. Shumë të falë, Landi. Po duhet të vish, Mitro, të Landi? Ja ka thënë arsyen. Ja ta ka thënë arsyen? Ma ka thënë, po është arsye mos arsye, sa jo. Mitro, do jesh në top se jam duke ardhur të ty pastaj. Hajde, këtë jo. Hajde, të puth fakt. Nora, 12 pasherik, se i kim pasaj. Jo, do vimo për para, të puth. Qa, Hajde. këtu kemi qënë, bëri Filip Qakulli një ustim edhe më morën dhe mua me vete, kemi qënë në Budapest. Budapest, ha? Po. Në dasmën e 2 të Mitros ishe? Unë vdes për Esmerkon, jo nuk isha. By the way, përshëndesim Se shumë. të gjithë ata që nuk e din, Mitro është martuar 2 herë, po herën e dytë martuar po me të njëjtën grua. Dhe i tha Fatostano, thë, na i hodhe o Mitro, tha. Të gjithë martuan 2 herë, tha, po ti tha me të njëjtën grua, tha, unë tha ndrova, tha. Po, pse gjetje është, as kush është martuar, ti mundet martohesh me të njëjtën grua. Po, të martohem, po. Po të lutem bëj. Mitro i jashtëzakonshëm, me atë të Esmerkës që bën ato shkrimet e bukura. Se kishe përmendur ti, kjo foto do të shkoj direkt te Esmerkës. Po. I shkoj Esmerkës. Ata janë një çift i mrekullueshëm. Do me thënë, janë 2 intelektual dhe 2 shpirt bukur, se Mitro është dhe rebel. Po rebel, krye rebel. Jo shkodrane nga Koliqit, mo. Besoj e di këtë. Është pasardhës e Ernest Koliqit. Edhe është jashtëzakonshme. Janë të jashtëzakonshëm që të dy. E përshëndesim të dy. Jo vetëm Mitro. Ka marrë shumë malli për Mitrin, do iki ta takoj më pas. Po do tjetër. Olandi, po ti nuk bën pushim tu? O, parashevia, zemra ime. Tani, vajta, bëra dhe një shkrim që ti sa pas ke lexuar. Ke lexuar, e me parashevia. E kam lexuar. Shiko, nuk kishte gjë më të bukur se sa, do me thënë, një nga kujtimet më të bukur që më la New Yorku ishte parashevia. Do dhe nuk të la përshtypje Statue e Lirisë. Jo, kur takoj presidentin Trump, baze... Times Square, të po parashevisi ma. Parashevia më la një ndjesi të jashtëzakonshme. Pse? Si është tani parashevia? Po tani më bëjnë shumë shpesh të pyetje, mua më duket mirë, po ta shohësh parashevia jeton në botën e saj, që është e pa bërpis me njerëz që mundet të interferojnë në botën tonë dhe ta trazojnë atë. Parashevia ka shumë të bukur botën, edhe është diku atje në një qosha, duke qeshur për çdo gjë që mundet t'i rrotullohet. Ke kontakt? Po, flasim mërë pasere, kur Elton Iliriani... Lindjen e këto? Po, jo, më tani isha në New Yorkun, se isha për 41-shën, e kupton? Po? Tani isha, në 10 orë erdha. Po, dhe? Kështu që tani do iki prapë dhe do të takojmë prapë parashevin. Do dhe në shmirë, a mund t'ja bëjnë koncert që përflitet? Nëse do t'ja propozoj dikush pa tjetër, po s'po i propozohet kjo koncerti. Dhe atë moderatorë koncertit t'jesh ti, për shumë? Me qef të Për parashevin, po themë? Ai, ktheve Landi. Për parashevisi magu, no, i koncert recital. Edhe ti nuk ta bë, po ç'a thua më? Po do ta bënim bashk. Unë shkoja me shumë kënaqësi skenarin. Po, sa bukur. Po që nuk më kisha vajtur mendja. Me shumë dëshirë do shkoja skenarin. Dhe ti shkon vetë skenar, nuk e diskutoj këtë, po. Për parashevisi magun absolutisht e bëj. Më hape një derë tani për një projekt. Okej. Me këtë shkrim. Flasim bas. Pas kamerave, okej, në rregull. Tani, sa bukur Landi, s'më kishte shkuar në mend, bravo. Një element, një detaj nga takimi me parashevin? Ajo nuk më quante Elnisa. Po si thrisë? E harrova tani. Ili? Jo. Nisa? Betsy Smith, se si ma vuri emrin. Besti? No, ja ta gjem? Sa të kalush të foto tjetër? Po. Jo, të foto tjetër do rrim këtu neve, këtu do rrim të parashevia? Jo, do rrim që të parashevia. Pse harrova tani nuk po më vjen, Okej, e ka përcjell. Po më quajti në një emër tjetër. Do të përkëdhelte. Beti më duket. Të përkëdhelte. Po.
Pse? I rën zëm. I rën zëm. Po të hyo në zemër. Ti ishe në ato momente kur e pe Parasheviun kënaqemi? Ne kemi qenë për darkë këtu me Eltoni Lerianin. Po? Eltoni është ai njeri i cili për kujdesin e ka shumë të madh përgjithsisht për çdo kënd që mundet ti avitet, por për Parashevin pak më shumë se në raste normale, kupton? Parashevia është një rast i jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare. Një yll i cili u gjend i rënë në mes të Times Square-it, kështu që kur një yll bie. Dhe në rastin konkret, historia bëri jo pak buj, por nuk u bë më asgjë pas këtij ylli që kishte rënë. Ja, nuk bëri. Duhet bënte? Po dyshim. Po minimalisht ti bënin këtë koncertin që ti thua. Do me thënë, le ta nisnin nga arti, le të bënim diçka për të grua, ta kthenim dhe njerëz. Të lumt goja, të lumt goja. Foto tjetër. Tani kjo foto do të gasmoj çik këtu, se ti ke punuar te portali Konica, dhe këtu je në një moment pak servile, pak, jo shumë. Unë gjithmonë me shefat e kam pas mirë, që të dish. Jo, ti e ke pasur Nuk ka me shefat, pasur shef në jetën time apo pedagog që unë nuk e kam pasur mirë. Dhe rolin që unë kam luajtur edhe urrëtin që mund të kem marrë edhe nga shoqjet e klasës është që këta më trajtonin si të barabartë. Ndoshta se unë isha pak më rritur para kohë, apo ndoshta se jetoja në të njëjtin pentagram siç jetonin edhe këta. Kështu që e kam pas dhe vazhdoj ta kem shumë mirë me çdo që më drejton, po shpëtimi një burr i ditur shumë. Edhe her pas here i rikthehem atyre vëllimeve të botuara nga Konica. ABC-ja. Nga ABC, po te Konica që